hallvat, se nuk e di se 40 e kujt po bënin aty dhe mu duk pak e çuditshme, me thënë të drejtën. Shiko, një popull që ngrihet për të kërkuar të drejtat e veta, një popull që ngrihet për të mbrojtur ambientin, ose ambientalistët dhe të gjithë ata që janë aty që japin mend njëri tjetrit, tani nuk po shkojnë në drejtimin e dur që të përqendrohen tek ajo ku është fokusi më i madh që të rëzohet qeveria, që të bëjmë diçka për të vënë, por e kemi kthyer atë protestë tani. Filluam nga këpucët, shkuam tek dhuratat, te tortat, vajtëm te hallvat, te revania dhe mua po më duket. Harrovat edhe arkivolin aty, ai ishte akoma më rënd. Ajo arkivolit njëra, ajo ishte, nuk e di se kush më ndjen dritur e tha e solli atë ide. Ktu se shiko, do më paragjykojnë për faktin se po them disa gjëra të vërteta dhe unë jam i qartë me veten time, por do më dukësh absurde që në një protestë popullore, paqësore, që flasin për të drejtat dhe të gjitha ato të këqija që janë bërë ti vendi, merremi tani me, ta themi pak popullor, që me gaxhimixhi. Nuk përqendrohemi. Pse nuk merr, shiko, askush më di pse, ndaj dhe un kam këmbgulur, kam thënë që ajo protestë. Kush po e çon tani këtë protestë në këtë drejtim, sepse kur ju ishit në shesh, flas për bërthamën e fillimit, kishte një drejtim tjetër ajo. Pra mesazhet, pankartat, fjalimet, tani ju nuk jeni dakord me këtë si po betise tani. Po kush po e betis, sepse ju pavarësisht se nuk jeni këtu, keni kontakte edhe me organizatorët, edhe me ata që protestuesit e tjerë, qytetarët. Pra, kush po i luan fijet? Sigurisht unë mund të të përmend një detaj për të ardhur dhe tek pyetja juaj, por do të përmend një detaj, madje jo më larg se pardje, një mikesha ime që jeton në Francë, i është dhunuar djali fizikisht, dhe ajo quhet Marieta Markaj, e cila për faktin se e denoncon ka u lënë ballën në gjitha mënyrat se si sillet në diasporë, ai ka tentuar fizikisht të dëmtojë dhe djalin e saj dhe ta fyej në mënyrën më të keqe të mundshme. Madje kjo ka qenë protestë në Tiranë? Jo, kjo ka ndodhur në Strasburg. Po kemi parë disa që vajtën një. Po, jo, janë disa, janë aktivistë të cilët janë, unë po të them për fenomenin dhe do dynte pyetja ku më drejtove, po do të që ta argumentojmë këtë pjesë, sepse disa gjëra atje në Tiranë. Ju keni kontakte jo vetëm me ata që janë në Tiranë, por edhe në pjesë të tjera të Europës. Unë dua ta informoj opinionin shqiptar, por dhe të gjithë ata që e quajnë koka e protestës veten, por nuk janë koka. Mbase pikrisht, mbase ne nuk jemi në shesh, mbase ne nuk jemi atje, por ne jemi në sheshin më të madh, duke mbrojtur dhe punën ku jemi, duke mbrojtur gjithçka, shkojmë dhe protestojmë, shkojmë dhe i ndjekim nga mbrapa, kudo që i shikojmë, ndash ta Ulant Ballën, ndash çdo që do shohim, ndash në Munich, ndash në Strasburg, ndash kudo qofshin në çdo vend, në Milano apo kudo qofshin. Kemi lidhjet dhe kontaktet tona me aktivistë në Milano, në Francë, në Amerikë, në Berlin, në Bruxelles, në Bern të Zvicrës dhe kudo, mund t'i përmend nga një, kudo kemi kontakte të cilët kontaktojmë dhe nuk është vetëm se duhet të rrish në Tiranë të protestosh. Kjo protesta që bëjmë ne është akoma më shumë, është sensibilizim ku gjithë opinionin duam ta çojmë në këmbë, por jo ta çojmë në këmbë dhe ta çojmë në Tiranë atje dhe ta marrë peng një pjesë ose do ta thoja disa mendje mykur atje brenda që po e çojnë protestën në drejtimin ose po e çojnë ujin në mullirin e atyre njerëzve që ashtu e donin protestën, siç i bënin protestat e tyre me çadra, me çatira, me kusira e me timone e ku di unë me radhë, derisa kishte edhe konflikte, flakadan e ku di unë. Që kjo protestë po shkon në drejtim. Ata që janë në Europë janë të ndarë, pra janë të shkëputur për sa i përket drejtimit që duhet marrë protesta nga ata që janë në shesh në Tiranë. Pra nuk kanë pika takimi me ndryshe nga dy protestat e para të mëdha. S'ka asnjë lidhje kjo, këta
emigrantët diasporës, me ata emigrantët e makinave të shtrenjta që i mori Adriatik Lapaj për të treguar që apo vjen diaspora. Diaspora e vërtet dhe patriotët e vërtet dhe patriotet e vërtet, dhe këtu do përmend, do ta citoj më shumë patriotet, di të them që femrat janë patriote më shumë se meshkujt, më beso, dhe janë burnesha këtu, vajza dhe gra, të cilat e tuan ka dhe në Angli, unë mund të them me emra dhe me mbiemra, plot mike e mikesha, por dhe miq sigurisht që janë më patriot se ata patriotët atje në ato hallba. Tiku, tani çfarë drejtimi po marrin këta, sepse Tiranë protest në këtë mënyrë që ju thoni që nuk jeni dakord. Jashtë po vazhdohet në këtë mënyrë. Tani kështu besoj edhe ju jeni dakord që kjo nuk mund të vazhdojë për shumë kohë në këtë mënyrë. Ne atë që unë dua të them, në kontaktet e mia që kam me të gjithë aktivistët në diasporë, në vendet respektive ku i përmenda më parë, ne jemi në kontakt dhe do jemi akoma më të fuqishëm se ata në Tiranë një ditë. Por kjo le për të parë dhe për të mbledhur forcat e duhura nga këtu nga diaspora dhe t'u tregojmë atje, sepse atje shiko çfarë është bërë. Atje kanë ardhur disa eksponent, gjoja nga diaspora, po ata kanë vdesin për pak për vëmendje dhe do të them edhe diçka, se disa më janë drejtuar mua, jo vdes për vëmendje, jo njërin e tjetrin. Dhe do t'u them diçka. Faktorizimi dhe ai si ta shpjegoj unë atje se nuk po e marr, nuk gjen as fjalën e dur që t'ja u vesh emrin atyre se s'dua që të kaloj me etikën time. Tani nuk mundet një njeri vetëm ose 3-4 njerëz aty të drejtojnë një protestë tonë. Madje tani kanë arritur deri në atë fakt që thonë, hajde çdo qytetari në rrugë, hajde fol. Ku derdie këta nuk i lejonin kërkujt mikrofonin. Sot e shikojnë që po zbehet gjithçka dhe thotë, hajde edhe me ti me ne, hajde edhe ti me ne. Dhe një gjë do të them brenda kësaj. Te nuk përmendet aty në atë protestë ai ligji 21 i 2024-s, po përmenden lloj budalliqesh, jo hallvara, jo torta, jo një. Po na intereson neve se çfarë torte do bësh për Edi Ramën, apo çfarë kostumi, apo çfarë kombinoshës, apo çfarë hallva do ndanë ty për 40 për 50. Ne aty na intereson të bësh Shqipëria dhe nuk na interesojnë këto lojrat, sepse me këtë lojë këta e çojnë mullirin drejt, ujin drejt mullirit të ish opozitës, se nuk e quajmë opozit, të ish opozitës së Sali Berishës, se nuk ekziston, nëse po të kishte patur opozit, nuk do ishte vendi këtu, dhe po të kishte